Mësimi i gjermanishtes shpesh fillon më ndryshe se sa që mendojnë shumë njerëz. Me mësu gjermanishtën do të thotë me kuptu, jo vetëm me mësu diçka përmendur. Unë jam marrë Gjiladini, sot po filloj me diçka të re. Të mësosh gjermanisht është më shumë se fjalë të reja apo tabela gramatikore. Unë jam Ilir Lenjani, mirë se erdhët në Deutsche Zentrum Kosovo. Cilat janë 3 gabimet që vlerësoj mësimin e gjuhës gjermane? E ke përshtypjen që mëson shumë, por fol tani pak, edhe pse provimet shpesh janë shumë sfiduese për njerëzit. Në videot tona të ardhshme do t'i ndajmë këshillat nga përvojat tona. Të shkurta, të qarta, por edhe të zbatueshme dhe praktike. Me një strukturë të qartë, mësimi bëhet shumë më efektiv dhe materiali modern e bën dallimin. Kurse më e rëndësishmja është mësimdhënësi i duhur. Për ta kompletuar krejt këtë qëllim, patjetër se na nevojitet edhe mendimi juaj, komentoni me temën të cilën dëshironi që ne ta trajtojmë në epizodet në vend dhe patjetër do ta kemi parasysh. Së bashku do të fillojmë një rrugtim të ri drejt suksesit. Qëndroni me ne dhe na bëni follow.